Gordon and Friends. Lej Kraja, Anton Bello, Niko Komani dhe një yll në ngjitje do t'i thoja është Livia që na ka nderuar me prezencën e saj në studio sot. Tani ju e njihni si Livia e Big Brother, por unë e njoh si Livia e guximit. Aty e pash për herë të parë, sepse është aktore dhe kur them yll në ngjitje do të thotë që projekte të tjera do të kemi prej teje, por mirë se vjen njerë si fillim. Mirë se u gjeta, kënaqësi ndjem këtu me jush, kaq mirë. Tani ti i ke thënë të tuat në lidhje me gjithë këtë eksperiencë, por ne do përpiqemi të bëjmë një bisedë pak më ndryshe, duke komentuar dhe situatat që janë aktualisht në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, por edhe për gjithë përjetimin tënd brenda dhe tani jashtë. Po diskutonim përpara se të hynim që Livia në fakt e ka lënë një të fortë. Një ka qenë epike. Hajde na thuaj një herë Livia edhe një herë, a futesh dot në atë gjendje që ishe? E bën dot si aktori që je, ta bësh përsëri. Un kam merrur edhe kështu, mos goditem nga tritoli. Veshur. Si ishte Livia? Unë ka qenë shumë spontane si gjë. Në moment që dolim Prime kjo video që unë kisha thënë këtë gjën, unë nuk e mbaja mend fare. Vetëm mbylla syt dhe thash nuk jam unë. Nuk po e them unë këtë gjën, se nuk e kam thënë, domethënë isha përfshir, sa aty normal, ka një vi logjike, se më thënë nga hiqja të fjalin. Po bëja një bisedë me Rogertin edhe e pash që po rrinte me Selinin. I thash, po si ka mundësi ju rrini flisni qetë ku ju një sham me nonë, me babe, ç'as keni bo me njëri tjetrin, prap rrini edhe flisni, domethënë vazhdoni. Dhe prap rrin, nuk është se Po edhe unë po i tha, erdhi vetoj motor, nuk ta shpjegoj më. Edhe kështu, nga ajo që Oj motor, po me të vërtet diferenca jote në Prime edhe gjatë ditës ishte gjigante. Në Prime ishte shumë i qetë, ishte më e përmbajtur. Gjatë ditës ti vetëm godisja njerëzit, domethënë në fjalët e tua Po sepse në Prime ishin situatat e tjerëve, nuk është se kisha situatat mia. Në moment që kisha një situatë timen, reagova. Tani kurioze jam. Okej, unë e di shumë mirë që nuk është e thjeshtë për dikë që hyn më mbrapa, pasi loja ka filluar, pasi personazhet le të themi janë ndar, polet mund të jenë ndar. A kishe ti një strategji tënde, se të gjithë thonë jo, unë do hy vetvetja, po ndonjëherë vetvetja nuk funksionon dhe aq sa duhet sa i përket situatave që janë vendosur. A kishe ti një strategji? Pra kur hyre, kë kishe ti fokusin tënd? Pra ku do pozicionoheshe dhe çfarë ndodhi rrugës? Unë jam fut me këtë idenë që kush do më mbaj afër, do e mbaj afër. Kush do më sulmoj, do e sulmoj. Sepse aty ndodh një gjë e kundërt. Ti mund të futesh me atë idenë që unë do zihem me Rogertin, edhe qello Rogerti ai që ty të jep të sillet mirë, më të madh dhe të sillet mirë. Dhe normal nuk ke se si ti kapësh pse le got në ujë tu, pse se le këtu, se nuk jam mund t'ipi. Ka dhe njerëz që e bëjnë, po unë nuk jam ai lloj. A kishe në kokën tënde disa personazhe që mendoje? Po mendova, me ato që kam shku mirë, mendova që do kem përplasjet e para. Për shembull me Rogertin e kam thënë nga jashtë ç'a do i bëj unë këtij njeriu. Domethënë aty brenda, si do sillem unë me këtë? Kur u futa brenda, ndodhi këtë kundërta dhe kush e sjell më mirë me ty nga gjithë banorët? Kur jam fut ditën e parë, nga gocat, e vetmja gocë që më tregoi shtëpinë, domethënë më ndihmoi me ato 2-3 gjëra që mua s'mishin ardhur akoma, ishte Ina. Ina Aderi. Po, Ina Aderi. Pastaj Juela. Gocat e tjerë, Selin te Shpella. Kur isha se unë ndita 3-4 ditë te Shpella. Domethënë te Shpella vetë Selinin kisha, po kisha Selinin që ishte një marrëdhënie as shumë mirë, po as shumë keq. Dhe mund të konsideroj që Livia ka qenë mikesha, shoqja, si të konsiderohet, më e mirë dhe afër dhe vetmja e Juelës, se Juela zakonisht nuk kemi parë që të qëndroj shumë me vajzat. A mundet të jetë kjo edhe arsyeja që ti dole herët dhe prandaj vazhdoni të jeni shoqe apo? Domethënë si e parashikoje nëse do rrije aty? Me kë shoqe? Me Juelën. Me Juelën. Unë, aj sa kam vetë aty brenda, me thënë të drejtën nuk më ka dhënë shije të keqe për gocë. Nuk është se Jo, flas, nëse ti do vazhdoje të qëndroja, mund të kishte një rivalitet mes jush? Apo e parashikon dhe e mendon që do mbetesh mike? Në data nuk besoj se do kisha kështu konflikt. Nuk e di pse ndjeja këtë gjë. Plus mendoj që ka qenë dhe ky grup, domethënë ka qenë 4 Pra ishin Rogert, Miri, Livia, Juela, pra ishin xhanjësi si grup. Po tani është e disa.
Tani është Edisa, mund të mos ishte Si Edisa. është Edison? Mirë, më pëlqen. Domethënë i kanë ditë atij mendimit të saj që ajo ka patur që në fillim. Ka mbajtur atë pozicionin e vet, nuk kanë ndërhyrë në çdo bisedë, por kanë ditë aty te konfliktet e veta. Mirë, për kohën që u fut ajo, sa u fut mbrapa. Po, dhe ajo mbrapa. Ka shku goxha tash, se zakonisht ne që jemi fut mbrapa duke nis nga vetja ime, nuk është se kemi dalë pak më herët. Po, kemi Prandaj të pyeta për strategjinë, edhe kur e bëj këtë pyetje, dua të di nëse fakti që je jashtë mund të ketë qenë e gabuar, a ke menduar ndonjëherë apo jo? Po, çdo njeri kush del, thotë nuk duhet dilja tani, duhet rria më shumë, jo vetëm unë. Kështu që besoj se unë ndejta pak 2 javë, dhe 2 javë ti nuk e mendon se do rish kaq, edhe mendon se kam kohë që unë ta tregoj veten time në dimensione të ndryshme. Dhe kur del jashtë kupton që e vetmja gjë që nuk jeni aty është koha. Dhe duhet shfrytzuar çdo minutë e kaluar në atë shtëpi. Antoni është pak skeptik kështu si natyrë për situatat, për gjërat që ndodhin. Jam dhe i trash si për personazhet. Edhe her pas here që diskutojmë se çfarë ka ndodhur apo strategji është i mendimit, domethënë ka vetëm një linjë. Ky e bëri gabim, ky e bëri mirë. Po. A ka një rrugë të ndërmjetme duke u nisur nga këto që a ka gri apo ka vetëm bardhëzi aty brenda? Domethënë mund të kesh hapësira që ti të dredhosh sipas situatave apo duhet mbajtur vetëm një qëndrim. Domethënë sigurisht me syrin tënd kur ke qenë brenda, po dhe tani që je jashtë. Unë mendoj që aty është varet edhe me karakter njeriu, se si ti zgjedh të qëndrosh. Shumë kemi Brikena po dita manipuloj mirë situatën, ditë mbaj edhe këtej. Domethënë nuk del nga vetja. Aty varet se si e menaxhon ti veten tënde, ky është Chelsea. Më erdhi aty ku doja të më vinte. Jepi. A janë çifta, kanë pëlqima, se unë gjithmonë pyes ju që keni qenë brenda, se ne nga jashtë unë them jo ose po gjithë ditën. Patjetër. Si të duket ty? Mua më duket që tani në këtë fazë që jemi, s'mendoj që asnjëri nga të dy s'ka pëlqim për njëri tjetrin, është një lojë. Unë kam thënë që në fillim të po dalin gjithë fjalët e mia dhe gjithë ato që më kanë çari përshëndes. Pra që po bëjnë lojë të dy. Nuk ka dalë goja mbrapa duke thënë që nuk ka pëlqimi, kimia mes dy njerëzve, është. Kur bëhen dy njerëz me zor, siç i kanë bëu ato të dy, nuk po them që i ka bërë dikush, po, janë bërë vetë me situata. Dronat, parashutat, publiko, opinionistat, puthje, derisa ajo e la me puth në prime. Një puthje nuk ka nevojë ta lësh ti në ditën e nominimit edhe ti japsh puthjet veç dhe dorë. Kam kuptuar që ka një feeling, një kimi midis Mateos dhe Selin, por nuk e dia kanë treguar këtë gjë gjatë kohës që ke qenë ti brenda. Unë kohët e fundit jam shumë i bindur që nëse nuk do vazhdonte gjëja me Brikenën, ato mund të ishin dhe bashkë, por nuk e di mbase shoh vetëm unë. Mua Selin duket shumë okay me Gimbon, janë shumë. Po, Mateo ka ardhur para Gimbos, prandaj po them, nëse kohën që unë kam qenë brenda, ajo kur fut kjo u nda me Mirin, edhe vazhdoi lidhja me Gimbon. Sa janë futun ditën që janë futun te shpella, ndodhi kjo gjë që u nda shtëpia, u ndan këto të dy, edhe e kam parë gjithë kohën, e kam parë me Gimbon dhe nuk kam patur, nuk më ka shku. Nuk ka parë këtë aspektin që mund të ketë qenë para hyrjes së Gimbos. Po, kemi pak kur e shoh nga jashtë tani që janë mbledh gjithë gjërat, e shoh pak më intësisht, shkojnë. Ka një kimi, domethënë me njëri tjetrin, po mund ta kenë edhe mënyrë po le të dalin ne të dy të këshin. Po le, unë jam mësu, po ti. Publicitet, edhe ai është mësuar. Top Radio TV. Vazhdojmë, pardon my friends, dhe vazhdojmë të flasim për historira të Big Brotherit, por më konkretisht me Livian që e ka jetuar edhe nga brenda gjithë këtë eksperiencë. Çfarë të mungon më shumë nga shtëpia? Tani që kam dalë, më mungon të më kam kaluar momente të bukura goxha edhe me Mirin, me Rogertin, me këtë grupin negativ. Mungojnë çunat. Po, më mungojnë. Po ju Ela?
Edhe ju Ela patjetër. Sa është grupi që unë rria? Unë do isha me grupin tuaj nëse do isha te ky edicion. Shiko, se gjithë thonë, po ti pse u pozicionove kur futa aty. Po tani mua ato më dhanë afirmitet, unë nuk do shkoj. Kush jep Si një mund të dorë? pozicionohem me Brikenën kur Brikena mua sa u futa më ofendon? S'është normale, kushdo edhe në jetën e përditshme. Ne me një ti të ofendoj Brikena të pasi konkurrent të fortë, të rrezikshëm. Cila është arsyeja sipas te kur analizon unë mendoj që e ka pak të gocat Brikena këtë gjë, nuk e di pse, se çdo gocë që është fut e bën këtë gjë ditën e parë, sa futesh, del të merre kështu. Se më duket ndonjëherë që është një girl, është për vajzat. Po pra, e bën këtë gjë në prime. Në prime po, thotë ajo, unë mendoj që Livia është shumë gocë e mirë, është shumë e dashur, ditë flasi dhe mirë. Më thon thotë ti, isha unë me këtë të bë debat sot apo nuk ishte Brikena? Ti domethënë thua që është fasad. Po, e kam thënë edhe e them. Tash unë ky është mendimi im, unë nuk do them patjetër ç'a mendojnë tjerët, unë e them. Po, Brikena është shumë e mirë, po kur nuk e mendoj unë këtë gjë, nuk mund ta them. Brikena nuk të ofendon, Brikena ta atakon. Po tani mua më ka ofenduar, them të drejtën. Po, ka qenë ofendim. Sepse nëse ti do të kapesh në lojë me një vajzë, ti kapo me argumenta në bazë lojës, mos u kap me pamje fizike. Se në pamje fizike nëse unë do kapesha me Brikenën, i bie ta kisha telendis, se tash kemi gjithë për të fol. Bravo. Do ta bëjmë pyetjen para tij apo beti? Më fal. Jepi, 2 orë me nda kush do bëj pyetjen. Vetëm pyetjet keni. Pasi doli ajo video, un kam qeshur me lot me atë videon tënde, se un jam komedian kështu. Kur doli ajo video jote me rob shtëpie, si u ndjeve për faktin që në Shqipëri u rrit me 30% përdorja e asaj shprehje. Kur e pashëm fillim thashun, pas kem lon no. Kështu, ta them gjuhën time. Të thanë gjë kur dole jashtë për video në më shoqëria. Më thënë drejtën për atë video në gjithë më kanë thënë sa bukur e ke thënë. Tani busha ajo goja kur e ke thënë. Po ja me shpirt. Harrove që ishin kamerat, ëh? Për një moment. Jo, gjithmonë aty kam harruar se nuk e kam patur fare këtë mendim që është më thjesht për një aktore e mësuar me kamerën. Tashmë që ta menaxhoj situatën dhe të hyjë në rol kur e sheh që është ndezur drita e kuqe. Po këtë problem kisha unë se nuk shifja dritën e kuqe. Kisha jeshil gjithkohën. Daltonike, e ka thënë këtu e para, daltonike. Nuk jam ky lloj tipi që nuk e bëj diçka për të tjerët. Po, ashtu e them atë që mendoj edhe se kur kam dalë jashtë kritika, do thoja që më kanë bërë më shumë njerëzit që më njohin, kanë thënë Livia nuk e ke shitur imazhin para kamerave, pra që të risha e goca, siç ti rrihesh, po kujdesshme, delikate. Do të thënë imazhin tënd, tiparet e tua pse nuk ja shit te kamerës. Do të thënë kjo ka qenë, po keni domethënë ashtu në ratin tate si në shtëpi edhe. Po dukesh e bukur ama. Po, të shkonte. Shumë e bukur me ato rrelat e pa lyer fare, ishte. Po, sa shumë kanë thënë të tjerët, më kanë thënë vetëm këtë gjë në kritikën që Livia duhet shiteshe imazhin më shumë. Zysh Rozi çfarë të tha? Se e di që ke një lidhje shumë speciale me Rozi Kostanin, edhe nëse ke pasur mundësi që ta marrësh dhe prej saj një këshill. Po, patjetër, pak kam folë them të drejtën me Zyshen, nuk e kam takuar akoma. Ua, Livia, shikoj. Zysh Rozi të dua shumë po më fal, nuk e kam takuar se nga që kjo koha e ngarkuar, shko këtu i ka tje bëj këtë edhe nuk kam patur, se më vjen shumë turp ta them tani këtë gjë, po nuk e kam takuar akoma. Po kam fol, sa kam dalë normal në telefon, edhe më ka thënë unë ti e Livia që unë njoh, pra nuk ja përton kur dikush thot diçka dhe nuk pëlqen ti reagon. Çdo gjë varet nga situata, mos u bëj pishman, ne provove, hoqe me rakun si eksperiencë, kështu që vazhdoj jetën se jeta vazhdon. Gjërat bukura të presin. Se më nxorët nga pyetja more, në cilin qorsokak do na fusësh? Çfarë do mbash më nga ky Big Brother përveç batutave që ke thënë? Çfarë nga pesa? Unë
atë që kam jetuar unë, në herë e them dhe shpesh me veten, e vetmja gjë e mirë ishte që u futa, që nuk e di, e ndjej ndoshta qofsha dhe gabim, e kam gabim, po unë mendoj që kam fituar edhe njerëz që do ketë misi jashtë, si Rogerti, Miri, Juela, Alesio, Marko, Tani, ky grupi që ishin. Po. Ti harron të marrë A mendon ndonjëherë që mund kishe bërë një lidhje dashurie dhe kush ishte më i pashmi ndër djemt? Ha, Livia. Jo, me thënë drejtën, Si dashuritë ecën zemra. Është Do me thënë, a ishte ndonjëri nga djemt për shembull në që më përshtatet me tipin, ja. mund të dukej më simpatiku. Po kush është më simpatiku? Sa aty për shembull mua është dukur Alesio, më simpatiku, më është dukur shumë king. Po simpatik, varet. Se po e bëj më të lehtë për lidhjen. Në çdo emision del një tjetër. Jo, Alesio në ka thënë. Edhe Mateo na ka thënë. Po, Është cute, po Alesio është seksi. Artani është cute. Okej, simpatik mund të jem, po në syrin tim, domethënë për këtë lloj gjëje që ta shoh që mund të kem diçka me të. Okej, jo për dashuri, po në përgjithësi, kush është tërheqës për ty aty? Mos je lidhur ti edhe se thua dot. Jo, unë jam e lidhur, e kam thënë jam 24 karat single. Domethënë asnjëri nga çunat aty nuk mund të ishte në tipologjinë e mashkullit që do ti. Jo. Dhe cili është mashkulli që të përshtatet? Djali, për shembull. Unë mendoj se ti mashkull, unë mendoj se ti Nëse kemë foto edhe ne i tregoj. Pyetjen më foto se kam. Pikante ta dëgjoj. Mua më pëlqejnë shumë meshkujt që kanë autoritet. Pra kur e thon një gjë e mbajnë. Edhe nuk më pëlqejnë shumë meshkujt që bëjnë çdo gjë për kamera. Pra kur i ngel hatri, nuk ka pse të bëj këtë djalin se do populli shqiptar, të që të shkoj mbrapa dhe të bëj kështu si i mirë, edhe të vi aty. Jo, unë dua kur i ngel hatri për një gjë, okay, ma tregoj që i ngel hatri dhe më pëlqejnë kështu. Të vendosur. Nuk kam në gjë me ju. Ju humbe shpresat Anton. Jo, unë s'është kisha shpresa se kur e dëgjoja që bërtistet jo më friksohesh aty. Po ki Mendoj se do të kundërta të afrohen. Mendoj se do më përshtateshe më shumë. Një djalë nga veriu, po thuam. Edhe pse nuk e di tjetës, se unë nuk kam pas kur një njohje me një djalë nga jugu. Okej. E di çfarë po huma apo jo? Pra ti e ke një tipologji të djalit, edhe se di, aty brenda nuk e kisha këtë gjë, domethënë këtë ndjesinë që mund të kem diçka me një nga djem. Po simpatik ka pasur plot, se është diku me njerëz të bukur. Jo, nuk thash që ishin çunat e shumtut dhe nuk ja hedhun syt. Por si ishin në shijet e mia, se un kam një gjë, un shoh më shumë karakterin. Pra, shoh më shumë këtë gjën se çka ka ai brenda sjelljen e këtë gjën se sa pamjen. Tani, me që jemi te kjo tema, Markon jashtë ke takuar? Në kur kemi rastis në Prime, se është një herë verior, simpatik, këngëtar, single. Me sa di unë, me sa di unë aty brenda, se jashtë unë s'e kam pyet, po brenda ka thënë që kam një lidhje jashtë. Ne s'dim gjë, dim që është single. Iku ajo lidhja zemra, kur hyni harroni gjërat që kanë ndodhur më parë, kur dini nuk e di. E kam takuar vetëm në ambiente të përbashkëta. Okej. Jo, se po bëja një rezume dhe i përshtatej. Markon e kam patur në gjimnaz, në lice. Tipologjisë. Oh. E njëja nga jashtë, po. Dhe prandaj kisha atë afrimitetin, domethënë që si shok që shkoja më mirë me Markon. Tani kemi sërish publicitet edhe do të vazhdojmë bisedën. Kemi edhe disa meme që kanë qarkulluar të kësaj jave dhe ti komentojmë se rrjeti është zjarr. Nami.